këtë edicion do të ndiqni. Lëvizja Fol thot se fol kontestet e punës në Kosovë zgjasin më shumë se sa lejon ligji. Gjakovarët mbështesin nismën legjislative qytetare për ndryshim dhe plotësimin e kodit penal të Kosovës. Kërkohet më shumë kujdes në ditën botërore të hepatitit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Trajtimi i kontesteve të punës në gjykatat e Kosovës zgjat më tepër se sa lejon ligji. Kështu bëhet ditur sot në raportin Efikasiteti gjyqësor në trajtimin e kontesteve të punës në Kosovë, publikuar nga Lëvizja Fol. Trajtimi i kontesteve të punës në gjykatat e Kosovës zgjasin më shumë se sa e lejon ligji, duke u bërë një nga sfidat kryesore të sistemit të drejtësisë. Kështu tha Megjide Demolli Nimani nga Lëvizja Fol. Mesatarja e përzgjatjes të një rasti në gjykat nga paraqitja e padis deri në gjykimin e shkallës së parë është mesatarisht 2.64 vite. Ndërkaq vendimi që shkon nga vendimi i përfundimtar gjyqësor zgjat deri në 3.61, dhe kaq si rasti në kozgjatjen më të madhe, rasti më i gjatë kemi shkruar kështu, ka zgjat 6.65 vite. Në anën tjetër, Gersi Gashi nga Qendra Politike për Avokim e cilësoi këtë raport si shumë të rëndësishëm, duke thënë se për herë të parë paraqet një krahasim të tillë. Për herë të parë ndoshta jena duke një krahasim, domethënë se sa jo vetëm pjesa praktike e gjyqësorit, po edhe pjesa, domethënë a ka rolin që ka pas inspektorati ndër vite, që për mua është shumë e rëndësishme. Gjyqtari i Gjykatës Supreme Qerim Ademaj tha se këto raste duhet të trajtohen në urgjencë dhe se kozgjatja prej 5 vitesh e më shumë është jashtë çdo standardi. Kozgjatja prej 2 vite më shumë, për me marrë një epilog përfundimtar të instanca e parë është jashtë standardit dhe jashtë asaj që trajtohet gjykimi i arsyeshëm për këtë lloj konteste. Jo, po tash çdo vonesë ka pak edhe një rrjedhë kronologjike. Tash nëse shihni backlogun ose lante vjetra të cilat në gjykata e nguluar ndër vite, ka pas shumë konteste që lidhen edhe me nga marrëdhënia e punës. Dhe kanë pas mundësi gjykatat që me i trajtu në afat arsyeshëm, po mendoj që jo. Domethënë shpesh ka qenë edhe pa fajin e gjyqtarëve. Të dhënat e paraqitura në raport u vlerësuan nga panelistët si shqetësuese, ndërsa u theksua nevoja për përmirësimin e efikasitetit në trajtimin e kontesteve të punës. Si rezultati dëmtimeve, ura në fshatin ose Kpash po vazhdon të jetë një problem pasgjidhje për komunitetin e zonës. Pas rreshjeve të fundit të shiut, shihen edhe dërrasa të dëmtuara si një element plus për të rritur në prasigurinë e kalimit mbi këtë urë. Raportimet e shpeshta për dëmtimin e urës që lidh fshatrat ose Kpash dhe Qerim në afërsitë të magjistrales Gjakov-Prishtinë vazhdojnë prej kohësh, por deri më tani nuk është ndërmarrë ndonjë veprim konkret për sanimin e saj. Gjendja e urës konsiderohet mjaft e rënduar, ndërsa banorët dhe kalimtarët thonë se çdo ditë përballen me rrezik gjatë kalimit. Një mërgjimtar, të cilin e takuam pranë kësaj ure, shpreh i shqetësuar me gjendjen dhe kërkon ndërhyrje sa më të shpejt nga institucionet përgjegjëse. Kjo urë është në një gjendje shumë të keqe. Unë ditë për ditë mbjen me kalu në qëtë urë, edhe përbes është pak se zor me kalu shtu, se është i kam kerën renta, edhe për gjithëherë unë kur kaloj në qëtë urë, shpresoj se mund të mu prish kere, mu prish në sen. E që ta unë gjdo vjetë kur po vi këtu, po kam shpresë se por në qëtë urë, amo gjdo herë njash është gjendja, besa edhe ma kesh ka herë. Banorët e zonës theksojnë se ura është shumë e frekuentuar, jo vetëm nga banorët lokal, por edhe nga qytetarët të tjerë dhe mjetet që qarkullojnë në këtë segment. Banorët u bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse që të mos presin derisa të ndodhë ndonjë aksident, por të ndërhyjnë sa më parë për ta rikthyer urën në gjendje të sigurt për qarkullim.
Nisma për mbledhjen e nënshkrimeve për ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal të Republikës së Kosovës ka vazhduar sot në Gjakov. Pjesëtarët nga Instituti i Kosovës për Drejtësi zhvilluan një aktivitet për informimin e qytetarëve dhe mbledhjen e nënshkrimeve në kuadër të kësaj nisme legjislative. Instituti i Kosovës për Drejtësi sot në Gjakov ka informuar qytetarët dhe ka mbledhur në nënshkrimet e tyre në kuadër të nismës legjislative qytetare për ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal të Kosovës. E se çfarë ndryshime dhe plotësime parashek kjo nismë, na tregoi Naim Jakaj. Ajo për çka kemi ardhur është që ti mbledhim në nënshkrimet e duhura në mënyrë që ta dërgojmë në Kuvendin e Kosovës një projekt ligj ku e propozojmë ndryshimin e kodit penal, ku i propozojmë dy dispozita. Njëra ka të bëjë që vendimet e gjykatës kushtetuese të bëhen të detyrueshme, të zbatohen në mënyrë të detyrueshme, sepse aktualisht mbetet vetëm në vullnetin e institucioneve publike që të zbatohen këto gjykatime, në ndërkohë edhe përdorimi i parasë publike në fushata zgjedhore dhe parazgjedhore të ndalohet. E për të dytën, Jakaj e pati edhe një sqarim. Instituti i Kosovës për Drejtësi nuk është kundër politikave sociale, kundër transfereve të cilat qeveria, kuvendi apo edhe ndonjë komune caktuar mund të ndajë, por kjo të mos bëhet në kohë të fushatës parazgjedhore. Ekzistojnë ligjet të caktuara, periudha të caktuara, kur kategorive të ndryshme sociale mund të transferohen mjete të caktuara për arsye të ndryshme, qoftë ato për shkak të krizave financiare globale, qoftë për shkak të krizave edhe lokale e rajonale këtu në vend. Instituti i Kosovës për Drejtësi javën e kaluar ka filluar zyrtarisht mbledhjen e nënshkrimeve për këtë nismë legjislative e për ta proceduar në Kuvend, nevojiten të paktën 10.000 nënshkrime të qytetarëve kosovar. Zyrtarët policorë në Gjakov në 10 ditët e fundit kanë realizuar 1892 alkool teste, nga të cilat 123 drejtues të mjeteve kanë rezultuar duke drejtuar automjeti në ndikimin e alkoolit, ndaj të cilëve është zbatuar masa mbrojtëse e konfiskimit patent shoferit. Kontrollet e shtuara të policisë në komunikacionin rrugor në Gjakov gjatë 10 ditëve të fundit kanë evidentuar një numër të lartë të drejtuesve të automjeteve që kanë vozitur në ndikimin e alkoolit. Në kuadër të planeve operative Alkooli dhe Vera 2026, Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor në Gjakov ka realizuar 1892 alkool teste ku 123 shofer kanë rezultuar pozitiv. Ndaj tyre është marrë masa mbrojtëse e konfiskimit të patent shoferit. Gjatë kësaj periudhe, policia ka shqiptuar edhe 1580 gjoba për kundërvajtje të ndryshme në trafik, kryesisht për tejkalimin e shpejtësisë, tejkalime të pasigurta, përdorim të telefonit gjatë vozitjes, mos vendosje të helmetës mbrojtëse dhe shkelje të tjera të rregullave të komunikacionit. Po ashtu, në kuadër të planit operativ Vera 2026, janë identifikuar edhe 2 raste të posedimit të narkotikëve dhe një rast i armbajtjes pa leje. Policia gjithashtu ka apeluar te të gjithë pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor në Gjakov që të respektojnë rregullat e trafikut dhe të shmangin drejtimin automjeteve në ndikimin e alkoolit, me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë rrugore. Dita botërore e hepatitit shënohet çdo vit me 28 korrik për të rritur ndërgjegjësimin për inflamacionin e mëlçisë. Profesionistët e fushës thonë se ekzistojnë disa lloje të këtij infeksioni dhe secili prej tyre kërkon kujdes në diagnostikimin dhe trajtim. Sot bota shënon ditën e hepatitit, një ditë që synon rritjen e vetdijes për një sëmundje që prek mëlçin dhe mund të shkaktojë pasoja serioze nëse nuk zbulohet dhe trajtohet me kohë. Se cilat janë shenjat që mund të tregojnë praninë e hepatitit dhe kur duhet të kërkohet ndihmë mjekësore, tregon infektologu Shahin Roka. Simptomat janë zgjedhja e syve, ndryshimi të urinës, ngjyra e urinës, humbja e apetitit, nganjëherë mund të jep edhe një temperaturë të lehtë, lodhja. Hepatiti mund të transmetohet në disa mënyra, ndërsa mbrojtja dhe parandalimi luajnë rol të rëndësishëm në shmangjen e infektimit. Hepatiti transmetohet në 2 forma, hepatiti A
mënyrë fekalorale, thuhet, do të thonë me anë fekaljeve, durve të papastërta, ka herë dhe me anë të ushqimit, ka goja. Ndërsa hepatiti B zakonisht përdoret me anë transfuzioneve, shiringave. Mbrojtja është higjiena personale, thamë, andaj ushqimi zim, varet llojit të ushqimit, edhe kontakte me çdo, me njerëz për të cilët dëshohet, kryesisht. Nëse nuk diagnostikohet dhe trajtohet me kohë, mund të shkaktoj pasoja serioze për shëndetin. Nëse nuk diagnostifikohet me kohë dhe nuk trajtohet me kohë, mund të shkojë hepatiti B, por saqë është forma kronike, e cila mandej mund të shkon edhe deri te ciroza e mëlçisë, fund, komplikimi i fundit i mundshëm është karcinoma e mëlçisë. Vaksinimi, kontrollet e rregullta dhe kujdesi ndaj shëndetit mbetën ndër masat më të rëndësishme për parandalimin e hepatitit dhe mbrojtjen e mëlçisë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titullat kryesor të këtij edicioni. Lëvizja Fol thot se fol kontestet e punës në Kosovë zgjasin më shumë se sa lejon ligji. Gjakovarët mbështesin nismën legjislative qytetare për ndryshim dhe plotësimin e kodit penal të Kosovës. Kërkohet më shumë kujdes në ditën botërore të hepatitit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.